Skënder Hita është drejtuesi i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, me një mandat që zgjat 5 vjet. Ai u emërua të hënën e 30 marsit pas një kandidimi me emra të njohur të policisë. Lajmin që Skënder Hita emërohet kryepolic, e dha ministri i Brendshëm Besfort Lamallari. Ai e përgëzoi Hitën duke vënë në dukje se kryesimi është i merituar. Ky është një vendim i bazuar në merit, profesionalizëm dhe integritet. Skënder Hita ka rezultuar ndër kandidatët më të vlerësuar në një proces konkurrues, duke dëshmuar përvojë të spikatur, vizion të qartë strategjik dhe angazhim të palëkundur ndaj ligjit dhe qytetarëve. Skënder Hita u zgjodh mes 13 kandidatëve në garë, ndërsa pasoni Ilir Prodën, që e mbajti drejtimin e policisë për 17 muaj, derisa u shkarkua në fillim të marsit. Hita ka një karrierë të gjatë në radhët e policisë që prej vitit 2001, ndërsa ka luftuar krimin organizuar, duke udhëhequr forcën e posaçme operacionale kundër narkotikëve, si dhe duke qenë drejtori i policisë në Qarqe. Gjatë 5 viteve të fundit, atij është besuar drejtimi i disa prej rajoneve të policisë në nivel qarku, nga Shkodra, Durrësi, Dibra, e së fundmi Fieri.